700 familje shqiptare do të bëhen nga Britania. Ndonë se qeveria në Londër ka ndryshuar qëndrimi i politikës së azilit ndaj qytetarëve shqiptarë mbetet i pandryshuar. Shumë kishin shpresuar se largimi i Suela Braverman nga posti ministres së brendshme do shënonte fundin e retorikës së fortë kundër emigrantëve shqiptarë. Megjithatë, pasardhësia e saj laboristja Shabana Mahmud ka nisur me vendosmëri një strategji të rikonstruktimit të azilit. Në parlament, Mahmud prezantoi planin me të gjerë të rikonstruktimit të sistemit të azilit në 40 vitet e fundit, duke vendosur në qendër të tij rreth 700 familje shqiptare, të cilave u është refuzuar azili. Ajo argumentoi se megjithëse largimi i këtyre familjeve nuk është zbatuar ende nga Ministria e Brendshme, ekziston një marrëveshje e fortë bashkëpunimi me Shqipërinë për kthimet dhe vendi i tyre është një nënshkrues i Konventës Evropiane për të Drejtat e Njerëzit. Mahmud njoftoi fillimin e një konsultimi për zbatimin e largimit të këtyre familjeve, përfshirë dhe elementin delikat të fëmijëve. Hapi i ri është pjesë e ndryshimeve drastike në ligjet e migracionit që reflektojnë një qasje të forcuar qeverisë britanike për menaxhimin e kufive dhe të procedurave të azilit. Ky zhvillim ka shkaktuar zhgënjim të madh mes atyre shqiptarëve që shpresonin për një qasje më të lehtë përfshirëse nga qeveria aktuale.